Ai ishte një person i besueshëm, një person i rezervuar dhe mbi gjitha një polic i respektuar nga gjithë kolegët e tij. Por fakti ishte se një djalë i cili quheshte Jesse Valencia e njihte shumë mirë sekretin e tij më të errët. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Kështu që pa humbur kohë, le të filloj me historinë e sotme. Jesse Valencia lindi në Kentucky më 22 shkurt në vitin 1981. Nëna e tij ishte një grua e cila quheshte Linda Baum dhe kur sjellej e Jessin ishte vetëm 20 vjeç. Pra ishte një vajzë shumë e re dhe pa e vetëdijshme për atë që po ndodhte në farë mënyre. Por megjithatë, marrëdhënia që kishte me babain e Jessit nuk zgjati shumë sepse ato të dy përfunduan duke u divorcuar me njëri tjetrin. Megjithatë, Linda gjen përsëri dashurinë. Ajo një burr i cili quheshte Lub Valencia që, më vonë, ky person do të bëhet figura atërore e Jessit dhe do të arritste Jessin si djalin e tij. Kështu që Linda së bashku me Lub martohen dhe më vonë sjellin në jetë dy motra më të vogla për Jessin, të cilat quheshin Maria dhe Rachel. Familja Valencia integrohet shumë mirë në shoqëri. Jessi mbi gjitha rritet një ambient të dashur, një ambient shumë të ngrohtë familjar. Por megjithatë, lidhja që kishte me nënën e tij ishte shumë e fortë, sepse e konsideronte atë si shoqe më shumë se një nënë, sepse fliste me të për çdo temë të mundshme, për çdo problem të mundshëm. Pra, pak a shumë kishte atë lidhje që çdo prind do dëshironte ta kishte me fëmijën e tij. Kur ishte në fazën e adoleshencës, ai filloi të kishte përvojat e tij të para, dhe nga këto përvoja kuptoi që nuk kishte tërheqje ndaj vajzave, por personat që i pëlqenin ishin djemt. Megjithatë, nëna e tij, Linda, duke ditur këtë gjë që djali i tij ishte homoseksual, e mbështeti gjithsesi, nuk se i ndryshonte absolutisht asgjë, sepse duhet dini që ishin vitet 90 dhe kjo gjë nuk se ishte shumë normale, por gjithsesi nëna e tij ishte aty për të dhe mbështeset në çdo vendim që merrte. Me kalimin e kohës, Jesse rritet, bëhet një djalë shumë bukurosh, një djalë karizmatik dhe kjo gjë në fakt bie në sy nga agjencitë e modës, të cilët e kontaktojnë menjëherë. Dhe pas mbarimit të gjimnazit, ai fillon të bëjë ato punë të vogla, fillon të punojë si model, duke bërë foto nga më të ndryshme dhe ishte një pjesë e shkurtër e jetës së tij, po unë them goxha intensive. Por ajo që i pëlqente vërtet Jessit ishte të bëheshte avokat. Dhe lënia e studimeve për të bërë model nuk se e pëlqente jashtëzakonisht shumë këtë gjë, sepse e dinte që kur të vinte një moshë e caktuar, do ta kishte paksa të vështirë të punonte të njëjtën gjë, pra të punonte si model për një kohë jashtëzakonisht shumë të gjatë. Për këtë arsye, në fund vendoset të transferohet në Kolombia për të filluar atje universiteti. Në atë qytet, Jesse fillon studimet në jurisprudencë dhe gazetari dhe gjatë gjithë viteve universitare tregon një aftësi të zakonshme për të mësuar. Kaloi gjitha provimet me nota shumë të larta dhe arriti të vlerësohej praktikisht nga të gjithë në universitet. Ai kur nuk ishte fshehur orientimin e tij seksual, as në universitet, por duke ditur gjithë që universiteti është zakonisht i kushtueshëm, duhen para për çdo gjë, Jesse filloi të kursente para. Dhe për të kursyer para, normale fillimisht duhet gjesh që punë. Dhe këtë punë bëri dhe Jesse. Ai gjeti në punë në motelin e kolegjit, ku punonte turnet e mbrëmjes. Dhe në një mënyrë shumë të çuditshme, në një mënyrë shumë të jashtëzakonshme, ai arrinte të kombinonte turnet e mbrëmjes që bënte në motelin e universitetit, së bashku me studimet dhe mbi të gjitha shkonte dhe në festa, sepse festat universitare që zhvillonte gjithmonë kolegji ishin jashtëzakonisht shumë të bukura dhe Jessit i pëlqenin jashtëzakonisht shumë dhe mund të them që nuk kishte humbur asnjë festë. Dhe kjo gjë pikërisht na çon në prill të vitit 2004. Ku Jesse ishte në vitin e parafundit të universitetit, sapo kishte mbaruar turnin e tij të mbrëmjes në atë motelin e kolegjit dhe po shkonte të takoheshte së bashku me një grup mish, me një grup shokësh të tij dhe që të gjithë së bashku do të ndërtoheshin tek festa që po zhvillohej në universitet. Fillimisht gjithçka shkon pa probleme, gjithë po argëtoheshin, gjithë po kërcenin, por ishte problemi se
kur organizoheshin këto festat universitare, në përgjithësi organizoheshin edhe në zona jo shumë të zakonshme, siç ishin zonat e banuara. Nuk e di nëse i keni parë nëpër filmat amerikanë, besoj se i keni parë sepse paksa e pamundur. Dhe siç e dini, si gjithnjë në një pikë të festës, pra mbërrin gjithmonë forcat e policisë dhe shpërndajnë gjithë studentët që ndodheshin aty. Dhe pikërisht ndodhi edhe në rastin tonë. Mbërrin disa patrulla policie dhe shpërndajnë gjithë studentët që ndodheshin aty. Dhe problemi ishte se disa student largohen, disa qëndrojnë aty duke ignoruar komplet policinë. Dhe vjen një moment që detyrohen të fikin muzikën sepse policia i urdhëroi. Dhe pikërisht gjithë ato studentët që kishin mbetur në festë fillojnë të protestojnë duke thënë që ne nuk po bëjmë asgjë, vetëm po argëtoheshim, etc. Dhe pikërisht te këto protestuesit ishte dhe Xhesy, pasi Xhesy ishte në vit të parë duke mbajtur atë barrikadën që mos të thyeshe dhe tjerë, po si çdo gjithnjë edhe ai së bashku me turmën drejte në komisariat. Gjatë rrugës për në komisariat duke ishte shumë mirë që Xhesi ishte komplet i dehur, komplet tarp dhe fillon që të flasi për qartë. Dhe fillon që të flasi pikërisht me policin që ndodheshte në makinë. Dhe duke ditur që një bisedë sjell tjetër, një bisedë tjetër, dhe polici normale filloi që ta mbante me muhabet Xhesin. Dhe polici në fjalë quheshte Steve Royce. Dhe duhet ju them që ky Steve Royce është një element kyç në gjithë historinë tonë, prandaj ja vlen të ndalemi pak dhe tek ai. Steve Royce lindi në vitin 1977, pra ishte vetëm 4 vite më i madh se Xhesi, që kur ishte i ri kishte ambicie që të bëheshte polic. Dhe menjëherë pas përfundimit të studimeve aplikon për të futur në forcat e policisë. Fillimisht fillon që të punojë në departamentin e policisë në Dixon në Waynesville, ku kryesisht merreshte me punë zyre. Në qershor të vitit 1999 ai punësohet në departamentin e sherifit në qarkun Vaughan. Megjithatë, kjo punë nuk se zgjat jashtëzakonisht shumë dhe më saktë zgjat vetëm 1 muaj, sepse ai po shfaqte disa sjellje jo të përshtatshme me politikat e departamentit. Praktikisht, ai kishte marrë një depo me qira, një magazin që kishte vendosur gjërat e tij personale me emrin e një polici tjetër dhe nuk e kishte paguar qiran për disa muaj me radhë, pra për një kohë shumë të gjatë. Dhe ndoshta ky Steve mendonte që kjo gjë nuk do të zbulohej kurrë, por në fakt u zbulua. Dhe kur u thirr në zyrën e sherifit për të dhënë shpjegime pra çfarë ka ndodhur, ai në fakt nuk mohoi asgjë. Pranoi gjithçka dhe në këtë pikë sherifi i dha 2 mundësi. Ose të largoheshte vetë nga puna, ose të fundit ta shkarkonin. Dhe Steve normale vendosi të largoheshte vetë nga puna. Dhe ky episod në jetën e tij në fakt u mbyll si një rast i brendshëm, siç ndodh gjithnjë që policave kurrë nuk u ndodh gjë, pra kur bëjnë ndonjë gabim, ose thjesht largohen nga një departament në tjetrin, ose thjesht largohen nga një vend në tjetrin, ose nga një qytet në tjetrin, pra nuk dënohen kurrë, nuk u ndodh kurrë asgjë, pra ndodh rëndomt edhe në vendim tonë normale. Pas këtij episodi të pakëndshëm, Steve fillon që të punojë si roje sigurie në një qendër tregtare, derisa arrim në vitin 2002, ku ai vendosi që të kandidoheshte në departamentin e policisë në Kolombia. Duhet dim që në atë kohë departamenti i policisë në Kolombia kishte mungesë shumë të madhe personeli dhe Steve, duke ditur këtë gjë, përfitoi nga kjo mundësi dhe çoi aplikimin e tij pikërisht aty. Kur agjentët në atë departament morën në dorë aplikimin e Steve, zbuluan për të kaluarën e tij, se çfarë kishte ndodhur me atë, dhe në këtë pikë filluan ato diskutimet e vogla, duke thënë që nuk ishin të sigurt nëse duhet ta merrnin Steve në punë apo jo. Por pas gjithë atyre diskutimeve doli në përfundimin që nuk është e drejtë që të penalizohej një agent i ri për një gabim që kishte bërë në të kaluarën e tij dhe duke ditur që ky gabim nuk ishte përsëritur më. Dhe për këtë arsye ato e morën në punë dhe duhet thënë që ishte gabimi më i madh që mund të kishin bërë ndonjëherë. Për sa i përket jetës së tij private ose jetës së tij sentimentale, mund të themi që Steve, ku punonte në departamentin e Kolombias, i njeh një vajzë e cila quheshte Elizabeth Sullivan dhe gjithë e thirrnin atë, pra e njihnin me emrin Libby. Dhe mund të themi që Libby ishte kokë këmbë e dashuruar me Steve, sepse sa herë që fliste për atë, sa herë që shikonte atë, i bëheshin syt zemra, kishte flutura në stomak dhe kjo gjë vihej re nga të gjithë. Ndërsa nga ana tjetër, Steve ishte një person shumë introvert që nuk i shprehte ndjenjat e tij dhe njerëzit mendonin që thjesht ndoshta është karakteri i tij i rezervuar, prandaj ai nuk i shprehte ndjenjat e tij. Por në fakt, ky nuk ishte motivi i vërtet. Gjithsesi, në vitin 2001, Steve fillon që të punojë zyrtarisht në departamentin e Kolumbias. Lidhja e tij me Libin vazhdon, është jashtëzakonisht shumë mirë dhe në vitin 2002 ata të dy martohen.
Ko më vonë, Libby kupton që kishte mbetur shtatzan me Steven dhe për këtë gjë ishte jashtëzakonisht shumë e lumtur sepse mezi priste të merrte në dorë, pra të kishte në dorë fëmijën e saj, pra të kishte një familje me Steven, sepse ëndra e saj ose synimi i saj ishte të krijonte një familje të madhe dhe të ishte nën me kohë të plotë. Dhe për këtë gjë, në janar të vitit 2004, vjen në jetë fëmia e tyre e parë, i cili quhej Garrison. Libby ishte në qiellin e 7, gjithë dashuria që kishte ishte vetëm për djalin e tij, e llaston gjithë kohës, është shumë e lumtur, kujdeseshte për të në çdo moment të mundshëm, ndërsa nga ana tjetër Stevie, ishte i lumtur, por nuk ishte entuziast sa ishte Libby, sepse për Libbyn, ardhe në jetë e djalit të tyre ishte ëndra e saj më e madhe, ndërsa për Steven, ishte i lumtur, por thjesht ishte diçka normale, diçka e zakonshme për të. Megjithatë, kundrejt karakterit të tij të mbyllur, kundrejt karakterit të tij introvert, Libby e dinte shumë mirë thellë që Steve e donte djalin e tij, sepse ishte një dhuratë e bekuar nga Zoti. Dhe mendonte që me kalimin e kohës, avash, pak nga pak, do të mësoheshte me idenë që kishte një fëmijë, kishte një qenie për të rritur, por duhet të them që gjërat nuk vajtën pikërisht në këtë lloj mënyre. E gjithë kjo na çon në prill të vitit 2004, atë natë kur po bëheshte ajo festa universitare dhe pikërisht banorët e zonës kishin kontaktuar policinë sepse po bëheshte një festë dhe po prishnin qetësinë. Dhe pikërisht në turin e natës ishte Steve, dhe Steve sapo merr telefonatën thotë që do të shkoj menjëherë në vendngjarje për të vendosur rendin. Dhe pikërisht, pra siç ndodhi gjithnjë, policia shpërndau gjithë personat që ndodheshin në atë zonë në festë dhe gjithë personat që protestuan u morën në makinat e policisë dhe jemi në momentin kur pikërisht Jesse ndodheshte në makinë me Steven që po shkonin drejt komisariatit. Dhe siç ju thash, biseda sjell tjetrën dhe të dy filluan që të bënin muhabet me njëri tjetrin dhe nga ana tjetër Steve i tregon Jessit gjithë jetën e tij, pasionet që kishte, si kishte kaluar, gjithë peripecitë e mundshme. Kur ky i fundit fillon që t'i bëj disa pyetje Jessit, Jesse normal i cili ishte komplet i dehur, nuk kupton se çfarë thotë, nxjerr çdo gjë nga goja dhe për Stevie normale ishte paksa gazmore. Por gjë tjetër që vëre Stevie ishte se Jesse ishte një person shumë tërheqës, ishte një mashkull shumë i bukur, një mashkull gazmor, karizmatik dhe mbi gjitha muskuloz. Dhe mund themi që Steve po lënte kokën për Jessin. Dhe në momentin kur mbërri në komisariat, Steve ndalon makinën dhe kthehet menjëherë në sediljen e pasme që ndodheshte Jesse. Dhe i thot pikërisht këtë fjalë. Do të ishte shumë gjë e keqe, shumë gjë banale që dosja jote penale të kishte një njollë kaq banale për një festë universitare dhe mbi të gjitha për një person që donte të bëheshte avokat në të ardhmen. Dhe kjo gjë nuk ishte fare e mirë. Si fillim, Jesse nuk e merr seriozisht ato që i thot Steve, por duke parë që fytyra e Steve, domethënë serioziteti i Steve nuk po ndryshonte, ai kupton që në gjithë të mesele paska diçka të vërtetë, por nuk kupton specifikisht se çfarë donte të thoshte polici. Dhe në një farë mënyrë Steve ja shpjegon në këtë lloj mënyre. Ja vlen më mirë që ti të paguash një job, pra një job fikse sepse sesa unë të ndos dosjen tënde penale. Dhe në këmbim ne të dy do takohemi dhe do krijojmë, pra në një farë mënyrë do kryejmë marrëdhënie intime së bashku. Pra, në një farë mënyrë imagjinoni Steve, një burr i cili ishte polic, një burr i cili ishte heteroseksual, ishte i martuar, kishte një fëmijë 4 muaj që po e priste në shtëpi, po i kërkonte favore intime një djali i cili ishte 4 vite më i vogël se ai. Qertësisht Jesse ndihet paksa i shantazhuar nga gjithë kjo situatë dhe mendon gjithsesi, nuk ja vlen që të njollos dosjen time penale për një festë kaq banale, një festë universitare. Dhe mendon që çfarë do t'i ndodhte nëse do bënte disa herë marrëdhënie intime me një polic. Kështu që bindet, i jep Steven adresën e tij të shtëpisë, pra të apartamentin e tij të vogël që kishte afër kolegjit, dhe i thotë që mund ta telefononte sa herë që ai dëshironte ta takonte atë. Megjithatë, rregullat në këtë marrëveshje që kishin bërë do të përcaktoheshin vetëm dhe ekskluzivisht nga Steve. Të nesërmen, Jesse kthehet në apartamentin e tij dhe në një farë mënyre ishte i raskapitur nga kolegji, pra nga universiteti, nga mësimi që kishte bërë gjatë gjithë ditës dhe mbi gjitha nga puna që kishte bërë në motel. Dhe përpara se të uleshte në divan, bie zilja e derës. Gjë e parë që i shkon në mend thotë, ndoshta është polici që pash atë natë kur bëheshte ajo festa dhe mendon që nuk besoj sepse mbi gjitha ai do të kishte marrë në telefon dhe gjitha gjërat me radhë. Dhe në momentin kur hap derën, shikon pikërisht Steve, i cili ishte dukshëm, i veshur me uniformë dhe gjë e parë që i thot
i thot pikërisht këtë fjalë. Je i gatshëm që ne të dy tani të kryejmë marrëdhënie intime? Jess, pavarësisht lodhjes që kishte atë ditë pra nga puna, nga kolegji dhe akoma duke marrë vete nga ajo festa e fundjavës që kishte bërë, nuk është se ka asnjë gjë më tepër për të bërë vetëm të pranoj Steven që të hyjë në këtë raport. Megjithatë, mes të dyve do të vendoset një lloj dinamike që mund të përcaktohet si diçka e sëmur dhe toksike, sepse Steve vazhdon të shfaqet përpara apartamentit, përpara derës së Jessit her pas here, shumë shpesh, edhe kur Jessi ishte një djalë tjetër, apo kur Jessi ishte dhe me miqtë e tij, apo kur Jessi dëshironte të merrte kohë për veten, të kishte punë për veten, Steve ishte gjithmonë aty, një pa dy në apartamentin e Jessit, dhe kjo gjë filloi të bëheshte paksa jo normale. Por me sa duket situata po dilte jashtë kontrollit, sepse Steve po shfaqeshe në apartamentin e Jessit 3 ose 4 herë në javë, dhe kjo gjë nuk është se ishte normale. Në këtë pikë, Jess vendos që të flasim me nënën e tij, Linda, sepse siç e dini, me nënën e tij ai e kishte më shumë se shoqe se sa një nënë, me të fliste çdo gjë të mundshme dhe Linda në një farë mënyre ishte një shtyllë kryesore në jetën e Jessit. Dhe i tregon gjithçka për këtë policin, për festën, pra çdo gjë që kishte ndodhur. Dhe Linda i thotë që duhet të shkonte ta denonconte në polici sepse ishte një polic që po përdorte detyrën e tij për të shantazhuar një djalë të pafajshëm. Edhe pse kjo gjë do të thoshe që do të njollosej, pra dosja e tij penale. Pra nuk ka rëndësi kjo gjë, rëndësi ka i tha që ti duhet të jesh i qetë. Megjithatë, Jessi nuk e dinte nëse duhet ta bënte këtë gjë apo jo, sepse gjithmonë i rrinte ajo pikpyetja që dosja ime penale do të njollosesh edhe unë dua të bëjmë një avokat dhe kjo gjë ndoshta nuk më ndihmoi. Por një gjë që ndodhi ishte se pas këtij diskutimi që pati me nënën e tij, në fakt Steve nuk po shfaqeshe aq shpesh më në apartamentin e Jessit. Por duhet thënë që kjo fazë kaq e shkurtër dhe kaq e lumtur për Jessin nuk do të zgjaste shumë. Një mbrëmje Jessi fton në apartamentin e tij një djalë me të cilin dilte shpesh, i cili quheshte Andy Shermer, dhe që të dy ndodheshin në apartamentin e Jessit, duke ngrënë, duke biseduar, pra duke kaluar një mbrëmje të qetë. Deri një pikë të mbrëmjes kur dera troket. Dhe Jess natyrisht shkon që të hap derën sepse nuk e di se kush është, dhe pikërisht përballë derës sheh personin më të padëshiruar për të. Dhe ishte pikërisht Steve, sepse normale Steve ishte i vetmi person në gjithë planetin që vinte gjithmonë pa lajmëruar. Dhe Jessi nga ana tjetër i thot Steve, pra i bën me shenjë që brenda në apartament kam dikë tjetër dhe dua që të qëndroj i qetë. Por Steve nuk i intereson fare këtë gjë, hap derën me forcë dhe detyron Jessin që të kryejë marrëdhënie intime me Steve. Dhe mbi të gjitha dëshiron që edhe Andy të marrë pjesë në gjithë atë mesele. Dhe në një farë mënyrë krijohet një lloj treshe e pa dëshiruar ose e dëshiruar vetëm nga Steve. Dhe mbasi mbaron gjithë ajo marrëdhënia që kishin ato të tre së bashku, Steve vishet me uniformën e policisë, shumë i qetë dhe del nga dera. Dhe përpara se të largohet, i kthehet Andy dhe Jessi duke i kërcënuar që nëse do t'i tregonin dikujt, do ta kishin shumë pisk punën. Ndoshta në këtë pikë dikush nga ju edhe mund të pyes që thjesht pse ato të dy nuk refuzuan. Në fakt, të them të drejtën, nuk e di se si kanë rrodhur ngjarjet, por ndoshta të dy djemt kanë pasur frikë, duke ditur që Steve ishte shumë arrogant, ishte shumë mendje madh mbi gjitha një polic që kishte pushtet dhe për këtë arsye ndoshta kanë bërë atë që Steve u ka thënë. Steve largohet nga apartamenti duke lënë Jessin të raskapitur dhe Andyn pa fjalë. Në këtë pikë Jess i tregon gjithçka Andy, çdo gjë që kishte ndodhur, për festën, për denoncimin, për dosjen penale, pra çdo lloj gjëje. Dhe i tregon që Steve i ka kërkuar favore seksuale dhe ky i fundit nuk do të bënte denoncimin mbi Jessin. Por Andy thotë që kjo gjë nuk është normale sepse nga festa kanë kaluar plot një muaj, por përsëri Jessi nuk është i bindur. Gjithsesi, situata nuk ose ndryshon shumë, sepse Steve vazhdon të paraqitet në apartamentin e Jessit dhe për Jessin kjo gjë është goxha qesharake, sepse në këtë pikë të historisë tashmë kanë kaluar plot 2 muaj nga ajo dreq feste e mallkuar. Dhe në këtë pikë Jessi mendon që më mirë të marr atë denoncim të dreqit sesa të vazhdoj me këtë lloj gjëje. Por sikur të mos mjaftonte e gjitha kjo, e pret një surprizë shumë e pakëndshme Jessin. Një ditë të bukur kur Jess shkon që të marrë postën, shikon vënë re që kishte një letër për të, dhe pikërisht ishte një letër nga gjykata e cila thoshe që
Jess duhet të paraqiteshe në sallën e gjyqit për denoncimin e asaj mbrëmje, pra për prishjen e qetësisë publike. Dhe me sa duket, Steve akuzat ndaj Jessit pra nuk ishin tërhequr kurrë. Steve e kishte gënjur dhe në gjithë të kohë Jessi në një farë mënyre ishte përdorur si një objekt seksual vetëm për të kënaqur fantazitë dhe dëshirat e Steve. Tani mund të imagjinoni atë zemërimin, inatin që ndjente Jessi kur kuptoi që Steve e kishte gënjur gjatë gjithë kësaj kohës dhe në këtë pikë vendosi që duhet të ndiqte këshillën e nënës së tij që të shkonte dhe të denonconte Steve-in në polici. Por përpara se të shkonte në polici, atë mbrëmje shkoi që takonte një shoqen e tij, e cila quhej Joan Sheridan. Por me këtë shoqen e tij kishte një raport jashtëzakonisht shumë të ngushtë dhe i tregonte çdo gjë. Dhe në fakt ishte një nga ato të paktat që e dinin historinë e policit që në fillimet e saj. Dhe pikërisht kur i tha shoqes së tij për letrën që kishte ardhur nga gjykata, pra që ky i fundit e kishte mashtruar, gjëja e parë që i tha shoqja e tij, duhet të shkosh ta denoncosh menjëherë sepse kjo gjë nuk është normale. Por duke ditur që Jessi nuk ishte një djalë i cili rrëmbeshte nga zemërimi dhe gjitha gjërat i bënte në nerva e sipër, ai fillimisht mendoi që të analizonte situatën dhe i tha shoqës së tij që në fillim do të shkonte të takonte ballë për ballë Steve dhe do t'i thoshte që do ta denonconte nëse ky i fundit nuk do të tërhiqte akuzat. Por shoqja e tij ja kthen duke i thënë që nuk duhet të kesh asnjë takim me Steven, duhet të shkosh direkte në polici. Kështu që Jess për të qetësuar pra shoqen e tij i thotë që okay, do ta mendonte dhe të hënën tjetër do të shkonte në polici për të denoncuar Steven. Por në fakt kjo gjë nuk ndodhi dhe normale Jess bën me kokën e tij dhe shkon që të takojë Steven. Dita pasuese ishte e premte dhe Jess normale shkon në leksione dhe mbasi mbaron leksionin shkon në punën e tij pra në motelin e kolegjit dhe pas punës së tij takohet me grupin e miqve që shkon ato festën universitare dhe në këtë festë universitare si gjithmonë argëtohet, kërcen dhe pi. Dhe kur them që pi mjaftueshëm këtë herë. Dhe supozohet, pra dihet nga miqtë e tij që ai largohet nga festa gati në agim, pra në orën 5 të mëngjesit, dhe që nga festa deri në rrugës në shtëpi, ai ndodhet në telefon duke folur me një mikun e tij. Por ditën e nesërme ndodh diçka shumë shqetësuese. Dita pasuese është data 5 qershor dhe është një mëngjes i nxehtë dhe disa studentë tashmë janë në kampus për të filluar leksionet. Ka shumë lëvizje në oborrin përpara ndërtesës dhe është pikërisht në mes kësaj rrëmuje të zakonshme diçka që tërheq vëmendjen e studentëve. Në barin e oborrit përpara universitetit shtriheshte në tokë një djalë. Shumë studentë i kalojnë atij anash, disa të tjerë edhe duke qeshur, sepse e dinin që shpesh kur bëheshin këto festat universitare në fundjavë, studentët ndonjëherë pinin jashtëzakonisht shumë dhe ishin aq shumë të derur saqë i zinte gjumbi mbi barin e oborrit pra rrugës duke u kthyer në shtëpi. Kështu që në gjithë atë rrëmuj studentët menduan që thjesht ishte një person tjetër i dehur, por në fakt nuk ishte thjesht një student i dehur, por ishte pikërisht Jessi i cili ndodheshte i shtrirë në tokë. Kur disa nga shokët e tij shkuan që ta zgjonin, pra që ta përmendnin që të zgjoheshte nga gjumi, ato kuptuan që Jessi ishte pa shenja jete. Pas këtij zbulimi tragjik, autoritetet u lajmëruan menjëherë dhe mbërritën në vendngjarje pak minuta më vonë. Zona u rrethua dhe u konsiderua si një vend krim, ndërsa ekspertët filluan që të merrin gjurmët e para. Djali kishte disa shenja dhune si në gjoks, ashtu dhe në shpinë, dhe mbi gjitha kishte edhe një prerje në fyt. Dhe nga mënyra se si ishte prerë fyti, kuptoheshte dhe arma e krimit, sepse në një farë mënyre mendoheshte të ishte përdorur një thik me dhëm, pra një thik në formë share, sepse prerja ishte bërë aq e madhe dhe aq e thellë sa që kishte pësuar dhe një gërvishtje në shtyllën kurrizore. Viktima nuk kishte shenja mbrojtje në duar dhe shenjat tregonin qartë që ishte sulmuar përpara se të prekej fyti. Ishte një dhunë e egër, pothuajse personale. Sigurisht, vrasi donte që të ishte i sigurt që të përfundonte punën. Universiteti pas këtij zbulimi ishte në shok. Policia e mendoi në fillim që mund të ishte thjesht një aksident tragjik. Por më pas hetimeve që bën, dolën në dritë disa gjëra, le të themi, shumë specifike. Ato filluan që të marrin në intervistë, pra që të merren në pyetje të gjithë personat që ishin më të afërt me Jessin. Dhe i pari që u mor në intervistë ishte Andy. Dhe në fakt Andy shkoi vetë për t'u rrëfyer pra në zyrën e policisë, duke thënë, pra duke përmendur këtë policin e famshëm që i bënte shantazh Jessit për faktin që ky fundit kishte ardhur shpesh në apartamentin e tij,
por në momentin kur Andy po bënte atë deklaratën e tij, ai kuptoi që ai së bashku me Jessin ishin gënjur gjatë gjithë kohës, sepse Steve u kishte dhënë një emër të rem, sepse në të vërtetë Steve nuk quheshte Steve Royce, po quheshte Steve Anderson. Hetuesit fillojnë që të kontrollonin gjithë oficerët e departamentit me këtë emër apo me atë mbiemër, por në fakt asgjë nuk rezultonte e saktë. Pra një farë mënyrë dukesh se sikur ai person nuk ekzistonte. Në një moment Andy kërkon që të bëjë një pushim të vogël dhe të shkojë në banjo dhe pasi u kthye nga banja, u përball në korridor me Steve dhe në atë moment mund të imagjinoni atë vështrimin e trembur të Steve. Dhe pasi u kthye në zyrë, policët i kishin sjellë përballë një album me të gjithë fotot e policëve që në një farë mënyrë ky i fundit të shikonte se cili ishte polici. Dhe Andy nga ana tjetër u përgjigj që nuk e ka të nevojshme sepse sapo e pa në korridor policin e dyshuar. Hetuesit mbetën paksa të habitur kur kuptuan që personi që akuzoi ishte pikërisht Steve, i cili Steve kishte vite që punonte në atë departament dhe njihej si një polic model. Por përveç kësaj, detektivët donin akoma dhe më shumë të dhëna dhe marrin në pyetje dhe nënën e Jessit, e cila ishte Linda, dhe mbi gjitha Linda u thirrë në komisariat për të njohur pra trupin e djalit dhe kur pa djalin e saj të shtrirë në morg ishte e shkatruar. Dhe në momentin kur policët fillojnë që ta marrin në pyetje, ajo i tregon gjithçka për policin që e shantazhonte, por fakti ishte që Linda nuk e kishte parë kur këtë polic, pra personalisht nuk e njinte se si ishte fizikisht dhe kjo gjë le të themi linte paksa për të dëshiruar. Por ishte një person tjetër që e njinte Stevin jashtëzakonisht shumë mirë dhe ishte pikërisht Joan, shoqja e Jessit, sepse Jess i kishte treguar Joan çdo gjë me detaje për Stevin, pra një farë mënyre me detajet më të imta. Dhe kur Joan shkon në departamentin e policisë për të dhënë deklaratën e saj, ajo e përshkruan Stevin në imtësi, saqë policët arrin që të bëjnë edhe një portret të Stevit. Dhe pas gjithë dëshmive që kanë marrë, tashmë është radha e Stevit, sepse Stevi tashmë është i dyshuari kryesor për vdekjen e Jess. Fillimisht e pyesin nëse e njihte viktimën, nëse kishte pasur ndonjëherë kontakte me të apo jo, apo thjesht nuk e dinte se kush ishte. Por çuditërisht ai nuk mohon asnjëherë dhe në asnjë çast që nuk e njihte Jessin. Ndoshta sepse detektivët tashmë kishin analizuar dosin dhe kishin parë që në muajin prill Steve kishte arrestuar për prisjen e qetësisë publike dhe ndaj mohimi kishte qenë i pakuptim. Por nga ana tjetër Steve pranon faktin që kishte kryer marrëdhënie intime me të, pranon faktin që njiheshte me të, por mbi gjitha thotë që nuk ka fare lidhje me vdekjen e tij. Detektivët dëgjojnë me kujdes gjithë deklaratën e tij dhe shikojnë që Steve nuk është as pak i nervozuar, nuk është i shqetësuar, nuk është shumë i qetë, është shumë bashkëpunues dhe në këtë pikë ato i kërkojnë një mostër të ADN-s, një farë mënyre për të shuar gjitha dyshimet. Dhe pikërisht Steve tregohet shumë bashkëpunues, thotë që po do ta jap mostrën e ADN-s dhe një farë mënyre duke mos pasur prova konkrete për arrestimin e Steve, detektivët vendosin që ta lënë atë të lirë, pa ta gjykojnë në gjendje të lirë dhe mbi gjitha e përjashtojnë komplet nga hetimi i ngjarjes. Disa ditë më vonë, kapiteni i departamentit, një burr i cili quheshte Zim Shores, merr një telefonat shumë shqetësuese. Nga ana tjetër e telefonit ishte Steve. Ku ky i fundit i thot Zim që ishte shumë fajtor për disa veprime që kishte kryer kohët e fundit dhe mbi gjitha kishte bler një pushk gjuetie dhe ishte gati që t'i jepte fund jetës së tij. Kapiteni, i alarmuar nga gjendja e Stevit, e ndihmon menjëherë dhe shtron atë në një klinikë psikiatrike për ta mbajtur larg këtij budallëku. Por Steve nga kjo klinikë ja del të arratise dhe mbi të gjitha thotë që përsëri do të vras veten e tij, por disa kolegë të tij e ndalojnë menjëherë. Por gjatë kohës që ndodheshte në klinikën psikiatrike, vjen rezultati i ADN-s që kishin bërë dhe nga rezultati konfirmohet se ADN-ja që ishte gjetur në thonjtë e Jessit përkonte pikërisht me ADN-n e Steve. Dhe kjo gjë nuk ishte e gjitha, sepse mbi trupin e viktimës ishin gjetur disa qime që këto qime rezultonin që të ishin pikërisht të Steve. Mjeku ligjor thotë që Jess kishte vdekur nga asfiksia, por mënyra se si ishte bërë për t'i marrë jetën e tij ishte përdorur një teknik shumë e veçantë, një teknik specifike që përdoret vetëm nga policët nëse kjo gjë aplikohet në mënyrën e duhur. Pra, një farë mënyre, kjo gjë në fakt kjo lloj teknike nuk e di nëse përdoret më apo jo, pasi është shumë e rrezikshme, sepse një farë mënyre kuptova që funksiononte në këtë lloj mënyre. Polici, pra kur ka sulmuesin përballë, e kap atë rreth qafës, pra me krahun e tij shumë fort, po aq fort derisa sulmuesi të humbi ndjenjat, pasi nuk duhet ta shtrëngoj as fort
që sulmuesi një farë mënyre të vdes. Dhe një farë mënyre duke ditur që Steve nuk kishte kaluar as testin e vetmbrojtjes, çdo gjë e kishte bërë gabim dhe një farë mënyre situata i kishte dalë jashtë kontrollit dhe Jess për këtë arsye kishte humbur pra jetën nga asfiksia. Por nuk mbaroni gjitha këtu, sepse siç e dini, Steve i kishte prekur dhe qafën Jessit të gjorë, pra një farë mënyre të bënte çdo punë të pastër. Dhe me gjitha këto prova që ishin kundër tij, ai shpallet fajtor. Por në gjithë të histori do pyesni ju, ku ndodheshte gruaja e tij, Libby, ku ishte, çfarë mendonte, si po reagonte, dhe në fakt Libby në gjithë të histori i qëndron afër Steve. Mendon që është i pafajshëm, mendon që nuk e ka bërë këtë gjë dhe burri i saj gjatë gjithë procesit gjyqësor i qëndron atij pranë. Në dhjetor të vitit 2008, Steve gjykohet dhe shpallet fajtor për vrasje të shkallës së dytë dhe sulm të armatosur. Juria gjatë leximit të vendimeve rekomandon burgim të përjetshëm për vrasjen e shkallës së dytë dhe 23 vjet për krimin e armatosur, dhe dënimi konfirmohet përfundimisht. Aktualisht Steve po vuan ende dënimin e tij. Por për sa i përket Libbyt, gruaja e tij ende e beson. Gruaja e tij mendon që është ende i pafajshëm dhe në vitin 2013 ajo dha një intervistë ku thoshte që të gjithë burrat tradhtojnë her pas here, por nuk është e thënë që ato janë të aftë që të kryejnë një krim, pra që të vrasin një person. Por mbi gjitha, motivi sepse Steve vrau Jessin ishte fakti që Jess kishte vendosur ta denonconte, por në fakt Jess nuk ndoqi këshillën e shoqes së tij që të shkonte direkt ta denonconte, por në fillim shkoi të fliste me të. Dhe mbi gjitha e kërcënoi duke i thënë që nëse ti nuk të tërheq akuzat, unë do të denoncoj në polici. Dhe Steve nga ana tjetër kishte shumë frikë sepse do të humbte karrierën, do humbte martesën, jeta e tij do të rënojë, do të humbte gjithçka. Kështu që për shkak të një sekreti, për shkak të shtypjes së seksualitetit, një djalë i pafajshëm si Jess humbi jetën. Unë ju ftoj poshtë në komentet, më shkruani poshtë mendimin tuaj, u përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.